A nuk na thot alayhi salatu wasalam që një umre në Ramazan është si haxh me pejgamberin alayhi salatu wasalam, si një haxh me mu? Pra duket sikur të gjitha adhurimet vijnë edhe përplasen edhe shkrihen në agjërimin e Ramazanit. Duke nisë nga shahadeti i pari. Se kur thotë somu li wa ana azibihi, agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për te. Edhe nis me ojë të cilët keni besu. A mendon se një person që nuk thot la ilaha illa Allah me zemër të plot edhe me bindje absolute mund të agjeroj një ditë për ditëve të Ramazanit? Jo. E ban atë duke e vërtetu katërcipërisht forcen e bindjes edhe duke argumentu vetes fillimisht. Se kjo është marrëdhënie me veten. Më poshtë egon edhe nefsin që për te tekave të mia un kam një Zot, i cili më ka thirrë në më të mirë mënyrave dhe unë i kam thënë lebejk Allahumma lebejk. Edhe zgjohem në syfyr dhe e bëj njëtin për çdo ditë. Për te qëndrimeve të shkollave dhe medhhebeve tona në lidhje me njëtin. Për çdo ditë e përsërisim atë. Thuaj një herë në fillim të muajit, po edhe për çdo ditë. Pse për çdo ditë? Që me vazhduam i thanë nefsit, unë jam agjerueshëm. Unë jam në besë. Se ne flasim sot për besën, popull që ruajnë besën, unë jam në besë me Allahun azza wa jall.